Sytet të gjithë botës janë të përqendruar në lindjen e mesme aty ku prej 3 ditësh Izraeli dhe Irani janë duke shkëmbyer sulme të ndërsjella me raketa balistike ndaj njëra tjetrës, teksa të dyja palët kërcënojnë me sulme edhe më brutale nëse pala tjetër nuk tërhiqet. Ka patur një reagim të fortë ndërkombëtar me styrje edhe nga presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump, i cili mban krahun e Izraelit dhe thotë se Irani nëse nuk pranon marrëveshjen për armët bërthamore do të përballet me sulme akoma edhe më të ashpra. Për të kuptuar nëse ky konflikt do të mbetet vetëm në lindjen e mesme apo rrezikon të përfshijë edhe faktorë të tjerë të rëndësishëm të botës për ta destabilizuar atë, kam kënaqësinë që sonte me mua në studio të jetë i ftuar zoti Xhavid Shala, profesor i asociuar ekspert sigurie. Mirëmbrëma zoti Shala, është gjithmonë kënaqësi kur flasim së bashku. Mirëmbrëma, faleminderit për ftesën. U cilëzua si sulm i paprovokuar nga ana e Iranit ajo që nisi Izraeli. Si keni parë zhvillimet e këtyre 2-3 ditëve të fundit dhe çfarë rreziku ka situata për të ushtrirë dhe për të bërë në një konflikt që e kalon lindjen e mesme dhe që përfshin edhe superfuqitë të tjera, për shembull duke marrë parasysh kërcënimin që ka bërë Irani për Shtetet e Bashkuara të Amerikës, për Francën dhe për Britaninë e Madhe, që edhe ato do të sulmohen në baza ajrore dhe në baza ushtarake nëse do të përfshihen për të mbrojtur Izraelin. Shko, ne kemi trajtuar këtu në studio një ditë përpara, më duket një natë përpara ka qenë ky që fillon këto. Po. Dhe duket tashmë Izraeli dhe Irani nuk po luajnë më luftash si në tetor kur bën ato që gjujti njëri gjujti tjetri dhe vazhdon. Këtë herë situata duket shumë serioze. Ne kemi trajtuar që të qenit apo posedimi apo përgatitja apo dyshimi për përgatitje të armëve bërthamore nga ana e Iranit vlerësohet si kërcënim ekzistencial për Izraelin, që do thotë Izraeli është në kushte mbijetese dhe ka vite, për të mos thënë dekada, që Irani shpreh hapur që kërkon zhdukjen e shtetit izraelit. Pra ne këto i kemi trajtuar dhe kjo është një diçka që e ka justifikuar duke quajtur veten Izraeli që është në kushtet e mbijetesës apo në kushtet e kërcënimit ekzistencial, ai e ka justifikuar këtë ndërhyrje. Situata është si arritën që u rakorduan gjërat me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Po. Ke parasysh që presidenti Trump i dërgoi para 2 muaj pak i dërgoi një letër Ajetollahut, liderit shpirtëror iranian, dhe i la një afat rreth 2 mujor. Ndërkohë më njëherë filluan bisedimet, sepse nëse do bëjmë pak historinë kuptohet edhe në vjeshmëria, backgroundi sepse kemi ardhur deri këtu. Dhe i la një afat 2 mujor dhe filluan ndërkohë bisedimet. Por duket edhe Irani filloi stilin e Putinit, domethënë që zvarritje, propozim pas propozime dhe kaluan 2 muaj. Kur kaloi 2 muaj dhe 1 ditë, paralajmërimi i fundit ishte i presidentit që duhet ta bëni sepse do të ndodhin gjëra të tmerrshme, kështu u thash shprehimisht, dhe po ta kemi parasysh rreth 3-4 ditë përpara skadimit të afatit ose diçka më pak, pat një bisedë telefonike midis presidentit Trump dhe kryeministit Netanyahu. Dhe duket kjo bisedë Trump i tha çfarë tha ai, jo çfarë tha presidenti, çfarë tha kryeministri Netanyahu. Dhe duket aty është rakorduar ose presidenti Trump kalon mundësinë për një sulm të armatosur edhe për t'i dhënë për ta shtuar trysninë e Iranit për tavolinën për të bërë një konkludim për gjitha kësaj zvarritje që po bëj për programin bërthamor. Po pse kur nisi lufta, sekretari amerikan i shtetit Marco Rubio dhe gjithashtu zyrtarë të tjerë të lartë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës thanë që Izraeli nuk kishte folur paraprakisht ose nuk kishte një vendimarrje paraprake nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës për të nisur sulmin. E 13 qershorit. Këto nga gjithë retorika e përdorur dhe çfarë ka thënë presidenti Trump më pas i hedh poshtë gjitha këto, sepse presidenti po se pati më pas qendrime të ndryshme vetëm nga Trump po edhe nga njëri me tjetrin, qendrimet po të qenë të saktë ne Rubio tha që ne nuk kemi marr pjesë në këtë, domethënë nuk kemi ndihmuar. Pra nuk kemi jo që jemi kundër. As jo që jemi kundër, as që nuk kemi dieni. Pra nuk u shpreh fare. Pra nuk kemi ndihmuar, nuk kemi përfshirë në këtë operacion.
Situata është e tillë, tashmë ndryshe nga ajo e konflikt kaluar para disa muajve kur këto u kënaqën ose bën për spektatorët e tyre apo për popujt e tyre që ai kërcënoi unë sulmova, ai tjetri u mbrojt dhe sulmoi dhe e mbyllën me aq. Këtë herë situata duket serioze sepse ekziston mundësia e përfshirjes edhe të aktorëve të tjerë. Kemi parasysh se ka deklarata përveç Shtetit Bashkuar të Amerikës, ka deklarata të Anglisë, të Francës, që ne do mbështesim Izraelin në rast zgjerimit të konfliktit. Pra duket që Irani më pas i kundërpërgjigjet me kërcënim, që po e mbështetet do sulmojnë. Duket që një pjesë e fuqive të mëdha tashmë po grupohen krahu perëndimor, pra në mbështetje të Izraelit. Nga ana tjetër, Kina si aleatje strategjike, Rusia si aleatje strategjike, Korea e Veriut nuk ka pas akoma në deklaratë kështu të veçantë, por këto dy kanë dalë kundër kësaj dhe kërkojnë ose mbështesin Iranin. Është interesant që Irani po përpiqet të bëjë një aleancë shtetësh mbi baza fetare, pra bashkimit kryesisht të botës muslimane, duke përfshirë Turqinë, Pakistanin, Biledh Arabinë Saudite, por nuk ka përgjigje pozitive nga këto shtete, sepse secili ka interesat e veta në të. Turqia kërkon që të negociojë, është paraqitur si negociator, siç ka patur raste të tjera në raport me Ukrainë dhe me Rusinë, të jetë negociatore bile. Përveç kësaj edhe Rusia është përpjekur që domethënë të hyjë si negociator. Po, se e tha edhe në telefonatën që pati me presidentin Trump ditën e ditëlindjes. Pra situata, nëse do përfshiheshin direkt në konflikt këto fuqit që ne përmendëm me njërin me krahun tjetër, atëherë ne s'bën do kemi një luftë botërore. Po me sa duket deri tani nuk kanë palët të interesuara të shkojnë më tej. Unë them që Izraeli ishte shumë i suksesshëm, ka qenë një operacion spektakular, më shumë i shërbimit të inteligjencës, por edhe i njësime ushtarake. IDF-s që pat një koordinim të shkëlqyer për goditjen e elitës ushtarake, por edhe të elitës së shkencëtarëve që e marrë me programin bërthamor. Ka patur një shprehje, është përmendur nga kryeministri, që kushdo që ka marrë pjesë në vendimarrje do të jetë objekti i këtij sulmi. Po pjesë në vendimarrje ka marrë pjesë është edhe Ayatollah i Madh, Ali Khamenei. Kështu që nuk përjashtohet mundësia, domethënë që ai të kthehet në objekt, pavarësisht se thotë presidenti Trump nuk e ka aprovuar këtë dëshirën e Izraelit për të eliminuar Ayatollahun e Iranit. Kjo nuk do të thotë që izraelitët nuk mund ta bëjnë. Kjo pastaj do të jepte konfliktit një dimension komplet tjetër. Pastaj diçka që mund ka tërheqë vëmendjen është synimi. Shiko, kur bëhet një luftë ka një qëllim të caktuar politik. Pra objekti i sulmit apo synimi i sulmit në këtë rast ishte paaftësimi apo zhvlerësimi i programit bërthamor të Iranit. Ndërkohë që kryeministri Netanyahu shtoi kësaj edhe synimin për ndryshimin e regjimit, domethënë. Po ke parasysh në lufta ndryshimin e regjimit nuk është kollaj të bëhet, nuk e bëri dot Rusia në Ukrainë, që shkoi ideja për Kievit, nuk e bëri dot ndryshimin e regjimit. Duket sikur fortifikohet edhe më tepër regjimi kur fillon lufta. Nuk e bëjnë dot, nuk e bëjnë. Ndryshimi i regjimit është kur shkel kama ushtarë, nuk mund të bëhet ndryshimi i regjimit me sulme në ajër apo me vetëm lufta frontale është ajo e cila është e pamundur të ndodhë. Pamundur të ndodhë. Për shkak të largësisë dhe për shkak të po të ishin vende fëmijë do kishte problematika të tjera. Këtu pastaj vetëm nëse palët pastaj do kthejnë teatr lufte, do kthejnë Irakun dhe Sirinë. Nëse palët do kthejnë teatr lufte Irakun dhe Sirinë, pastaj ka marr fund gjithçka. Absolutisht. Dua ndalem pak tek roli i Turqisë në këtë, se është diskutuar shumë ajo se çfarë mund të ndodhë me Turqinë, duke marrë parasysh se në fakt presidenti turk Recep Tayyip Erdogan ka patur deklarata shumë të forta edhe ndaj kryeministrit izraelit Benjamin Netanyahu. Jo vetëm çfarë ka ndodhur gjatë ditëve të fundit, por edhe çfarë ka ndodhur në Gaza që prej 7 tetorit të vitit 2023, por nga ana tjetër nuk shquhet në diplomaci midis së dyja vendeve për një marrëdhënie shumë të mirë midis Erdogan dhe Ayatollahut Ali Khamenei. Shiko, ka një sot ose dje është bërë ditur që presidenti amerikan ka vënë ndjeni për fillimin e operacionit presidentin Erdogan. Ka vënë ndjeni për fillimin e operacionit nga ana e Izraelit. Nga ana e Izraelit. Pse ka vënë ndjeni? Sepse
kishin frikën e një reagimi nga Turqia në kohën që do të përdorshin korridorët ajrore mbi Siri. Dhe janë përdor si korridor ajror për të kaluar nga janë përdor është përdor territori sirian dhe problematika, debati më i madh apo edhe gati Siria Turqia me Izraelin që gati duke hyrë luftë në Siri. Absolutisht për shkak të përplasjes së interesave. Dhe synimi këtu ishte sepse Izraeli ngulte këmbë që Turqia nuk duhet të stacionojë mbrojtje kundërajrore. Pra synimi ishte që Turqia nuk mos ketë pra ai korridori ajror, hapësia ajrore e Sirisë të jetë e shfrytzueshme nga ana e Izraelit. Se priteshin këto. Pra Izraeli ka vite dhe muajt e fundit dhe ditët e fundit që është përgatitur jashtë mase për këtë. Përmes Mossadit, sidomos agjensisë inteligjencë. Kjo është por a mund të pra Turqia nuk përfshihet në konflikt drejt për drejt. Unë nuk mendoj, ai dha mesazhet e duhur, nuk mendoj se mund të përfshihet. Turqia është një vend antar i NATO-s, ka nëse ai presidenti kryeministit Netanyahu mund të ketë një retorik tjetër me Iranin, sepse ka një arsye, sepse Irani nuk e njeh si shtet, sepse Irani e sulmon, sepse Irani është përpjekje për zhdukjen e tij me Turqinë, nuk i bën dot këto, kështu që nuk kanë interes që të merren vesh njëri me tjetrin. Ndërmjesin këta është i fortë, që është presidenti Trump, i cili ka ndërmjetësuar në këtë konfliktin, ka zbutur konfliktin midis këtyre dy shteteve të fuqishme, janë të dy fuqi, janë fuqi rajonale, janë rivale njëra me tjetrën. Absolutisht po. Janë rivale me njëra tjetrën. Por Turqia ka këtë që do përpiqet të luajë rolin e negociatorit. Tashmë presidenti Erdogan ka qenë i suksesshëm këtë fushë, nuk besoj se nuk ka rrugë tjetër përveç se të ulet të negociojë, nuk ka rrugë tjetër përveç se të rikthehen tek marrëveshja pavarësisht fuqisë ushtarake që ka Turqia. Jo, po flas për dy, Izraelin dhe Iranin. Pra nuk ka rrugë tjetër përveç se të ulen. Nuk ka rrugë tjetër. Ka një diçka. Izraeli mund të jetë shumë i fuqishëm në inteligjencë dhe realizoj ato që realizoj, po çka lufta nuk është as një ditë, as dy ditë, as 3 ditë. Irani ka luftuar me Irakun gati 10 vjet. Izraeli nuk ka kapacitete dhe populli Izraeli nuk mund ta mirëpres një zgjatje të tillë të luftës, ndërkohë që Irani ka kapacitete për të vazhduar këtë, pavarësisht rezultateve në fushën betejës, po Irani prodhon sipas të dhënave izraelite, ka prodhuar rreth 3000 raketa më rreth gjatë veprimi ka prodhuar në vit. Vetëm kjo raketa fundit që u përdor ajo Haj Kasem, që e mori emrin e Kasem Sulejmanit, që ata quajnë dëshmorin e tyre, po që udhëheci i forca Quds, dhe mendoj që ka dhëna taktike dhe teknike që mund të kaloj kupolën, dhe kupola izraelite nuk ajo me standard është 90-92%, domethënë. Po sikur 92% me qenë në maksimumin e suksesit të saj, domethënë nga 100 raketa 8 do shkojnë nëpër objektiva. Ato kanë shkuar në objektiva, kanë shkaktuar dëm të madh. Kështu që në këto kushte të dy palet më sa duket po ndërmjetësojnë nëpërmjet të dytëve dhe të tretëve, nëpërmjet shtete arabe apo nëpërmjet të tjerëve për të ulur, për të gjetur një gjuhë. Thash nuk ka interes as Netanyahu dhe nuk arrin dot me Iranin, sepse Irani thash është një shtet me 90 milion banor dhe ka kapacitete për 5.000 qytetërin vetë, dhe ka nuk është shkollaj, domethënë. Këtu gjithë interesi i palëve është që tashmë që palët e kanë seriozisht dhe duhet merr seriozisht me zgjidhjen, sepse do dalin të humbur gjitha palët. Zoti Shara, çfarë janë raketat balistike me të cilat Izraeli dhe Irani kanë matur forcat gjatë ditëve të fundit dhe sa gjasa ka të shkohet tek përdorimi i raketave hipersonike? Raketat ata i përdorin edhe hipersoniket i përdorin të dy palët. Po që me përdorim të gjerë në kuptimin tjetër ajo mjeti kryesor. Një pjesë këtyre janë goditur thonë ata, po unë them që ka rezerva të mëdha. Irani ka rezerva të mëdha të raketave të tilla, bile çfarë fuqie kanë? Shpejtësia është për shembull nga Irani në Izrael mund të shkojnë për 2-13 minuta, 14 minuta, maksimumi 15 minuta. Një distancë e cila në vijë është shumë e larg nga mbi 1000 sa kilometra. Nga njëra tjetra, po. Pra Irani është të dy palët, bile një nga synimet e Izraelit ka qenë që të godasi programin balistik, programin raketor. Pra
përveç programit bërthamor të godasit dhe programit raketor. Pra ku prodhohen këto raketa? Ka qenë pjesë e kushit që do shtonte presidenti Trump në marrëveshje që krahas anës aty të ketë kufizim edhe në rrezën e veprimit të tyre. Pra ata mund të prodhonin raketa me rrezë shkurtë veprimi, po jo me rrezë të gjatë veprimi, dhe në këtë mënyrë ata do detyroheshin të kishin një mbikëqyrje për këto, gjë që më shumë bile un kam parasysh një reagim atëherë kur i dërgoi një letër, kur i dërgoi letrën presidentit Trump, që i dërgoi letrën Ayatollah Khamenei. Ai nuk u ankua në thojza për punën e që kufizimin për programin bërthamor, por ata synojnë edhe programin ton raketor. Pra për raketat balistike. Të shkatrojnë pjesën ku prodhohen raketat me cilat Irani lufton ndaj. Po, shiko, ne jemi shqiptarët, jemi të involvuar në këtë çështje. Të përfshirë. Të përfshirë. Do të thoni ju pse do jemi përfshirë? Jemi për 3-4 gjëra të përfshirë. E para, sepse opozita iraniane u strehuan në Shqipëri rreth 3000 mujahidin, të cilët janë në Mancë të Durrës. Po, në Mancë të Durrës, të cilët janë strehuar në Shqipëri, dhe kjo acaroi shumë, po ne për shkak edhe të ndryrës së aleatëve tanë e para, por edhe për arsye humanitare, i bën një pritje të gjithë grupit të tyre që dikur ishin kampi Ashraf 2, u kthyen në kampin Ashraf 3 që erdhin në Tiranë, pra ai që ishte në Irak. Po kjo krijoi probleme, zemroi shumë Iranin, por patë një problem këtu. Ne i pritëm si miq, faktikisht, po një pjesë e këtyre shkelen edhe kodin e mikpritjes shqiptare, sepse u morën me një vëmendari që nuk i takonte për statusin e tyre. Pra dhe kjo bëri që Irani nga këtu sulmonin pushtetin atje. Dhe kjo bëri që Irani pastaj të ndërmarrë dy hapa, njëri në projekti ide dhe tjetri u bë realitet. Sulmi kibernetik që ishte nga më të ashprit, Shqipëria nuk ishte provuar asnjëherë, ka qenë nga më të ashprit që ka bërë, që të cënoi integritetin e dhënave shtetërore. Tjetër që u bë ndërhyrje shpejt e tjera gjithçka neutralizohet dhe minimizohet. Ky por dhe nga ana tjetër ata u përgatitën për bërë goditje me raketa dhe me dron. Ndaj Shqipërisë, Irani ka dokumenta për këtë, ka butime gazetash, ka gjitha, domethënë, sidomos në 2023 ose diçka përpara, pra edhe një gazetë iraniane e nxorri edhe skemën ku do godisë, ishin parajmëri me gjitha këto. Dhe ku ishte skema ato dhe isha? Për goditjen e Mancë. Aty ku janë të strehuar kundërshtarët e regjimit ndërkohë që kjo pastaj u shumëfishua apo u mor dhe u dha edhe artikull nga një gazetë londineze. Pra situata ishte shumë serioze. Dhe mbeti projekti ide. Pse dhe mbeti projekti ide, sepse në fund fare me sa duket mund të jenë shfrytzuar kanale tjera komunikimi që mund të jenë dhënë para lajmërimit të duara. Ata në fund fare janë një shtet armik me Shqipërinë, sepse ata morën një agresion të hapur, pavarësisht që kjo me sistemin raketor ngeli në ne më pas shkputëm edhe marrëdhënie diplomatike, iku ambasada qeveria shqiptare i shpalli e hapur, domethënë u shpreh hapur që ata ndërmojnë një sulm, nuk po them sulm të armatosur, por një sulm kibernetik, që në logjikën e sotme nuk ndryshon shumë nga një edhe pasojat mund të jenë më të madhe se sa një sulm luftarak, absolutisht po. Pra ne nga ana tjetër, agjencitë e zbatimit ligjit në Shqipëri arritën bën një punë të organizuar për goditjen edhe të elementeve të veçantë të shërbimeve sekrete që operonin operativ të shërbimeve sekrete iraniane në Tiranë. Janë arrestuar, janë dënuar persona, janë dëbuar, etj, disa nga ata që hynin e dilin nëpër kampe, etj. Dhe gjithashtu, duke patur këtë situatë kritike, po ta ke parasysh këtu që vendosur të marrë një kongres i madh i kësaj një tubim i madh i kësaj organizate dhe ajo u shtypur më vonë dhe pastaj nuk u bë. Pra, situata, këto janë arsyet e vetëm pse ne jemi të përfshirë, zoti Shala, se that 3-4. Jemi edhe, pra, unë i numërova 3, jemi edhe si vend antar i NATO-s, indirekt, sepse Shqipëria është vend antar i NATO-s dhe nëse 2-3 nga shtetet antarë të NATO-s përfshihen absolutisht, Shqipëria ka përgjegjësinë e vetëm pas. Ka përgjegjësinë e vet, jo se do kërkohet në një pesë për të vepruar i traktatit NATO-s, por fare një aleat, që çdo vend një për shumë
shumë nga këto shtete për të arritur qëllimin e tyre godasin edhe aleatet edhe të kundërshtarëve tyre, nuk është. Por nuk është situata Shqipëria u pozicionua në raport me kampin e Ashrafit, ju filloi një procedim penal, policia bëri kontrolle, bëri sekuestrime, bëri gjithë ato veprime që dihen tashmë dhe pas kësaj nuk është se ata u bën më të mirë me Shqipërinë, sepse por duket patën probleme të tjera, po Shqipëria majti një pozicion tepër stoik edhe në raport me pritjen shqiptare, në raport me standardet për refugjatët standardet. As nuk i lëshoi, por rriti gatishmërinë dhe tregojnë se si duhet të rinë dhe çfarë duhet të respektojnë, pra që ata duhet të respektojnë standardet ndërkombëtare dhe të bëhet zot shtëpi. Por edhe nuk mund të bëhet zot shtëpi. E qartë. Sa zgjat ky konflikt zoti Shala, jemi drejt fundit të kësaj bisede së bashku. Unë mendoj që konflikti nuk do të zgjas, nuk besoj se do të zgjas shumë, po mund të zgjas me javë, desa palët të kuptojnë që të dyja janë të humbura nëse vazhdojnë me javë, kaq pak. Po zgjati më tepër me këtë intensitet goditje, vetëm me raketa pa ushtri, pa vetëm me sisteme raketore, dëmet do të jenë kolosale, domethënë. Izraeli nuk i ka provuar ndonjëherë këto dëme që provon tash, sepse sistemi i mbrojtjes izraelite, ajo kupula hekur ka qenë kualiduar, po themi, për prellat e Hamasit, për prellat e nivelit ulët, për goditje afër, ndërkohë që ka ato shtresa tjerë bile edhe thatin amerikan që është më e përkryera, po megjithatë raketat izraelite, raketat iraniane po arrin, po depërtojnë dhe dëmet janë të mëdha edhe në Izrael. Kështu që të dy palët, kjo duket se të dy palët po përpiqen të gjejnë, të fusin, si po i thonë, ndërmjetës në mënyrë që të gjejnë, pra të ulen në tryezën e bisedime dhe thirrja e presidentit Trump edhe sot me dhe djeshme që Irani du të ullet në tavolinën e bisedimeve, ndërkohë që është kërkuar edhe ndërmjetësimi i presidentit Putin. Në bisedën e fundit presidenti Putin ka marrë angazhime edhe në bisedën e parafundit me presidentin Trump. Shpresojmë që kjo mund të jetë që ai mund të kërkojë një koncesion tjetër në raport me Ukrainën, po në këtë rast pse jo, çdo kontribut për paqe, nëse ndizet rajoni i lindjes mesme, do ketë problematika shumë të mëdha, edhe me furnizimin me lëndë parë, me furnizimin këtu mund të fillojë të involvohet nëse goditen, sepse Izraeli ka filluar godasë edhe objektet ekonomike, sidomos fushat e naftës dhe të gazit. Po mos harrojmë se nafta dhe gazi iranian është destinuar për Kinën. Në këtë rast mund të kemi një angazhim të Kinës dhe ata një herë po ashtu, po mund të kemi që ata të fillojnë të dërgojnë jo direkt, po indirekt mund të dërgojnë ndihma, sisteme raketore, sisteme mbrojtje etj. Pyetja e fundit, për ta mbyllur me këtë, kemi diku tek 1 minutë kohë. Çfarë sjell përgatitja e Iranit për të dalë nga traktati për armën bërthamore? U dha sot si lajm, diskutuam, ata janë në përgatitje të një krigji, nuk e dinë nëse kanë si konsiderim apo realitet. Ata, shiko, mendohet që ky sulm Izraelit mund të japë edhe efekt kundërt. Pra, jo sistemet apo programi bërthamor i Iranit mund të ketë pësuar një goditje, po nuk mund të jetë azisuar. E para, Irani është pranuar edhe nga Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë Atomike që Irani posedon rreth 400 kg uranium të pasuruar deri në 60%. Një pasurim diçka më tepër, që është materiali kryesor që përdoret për një pasurim i tij i menjëhershëm që tashmë kur arrin ato nivele shkon ke 90% që në një periudhë më të shkurtër kohore mund të bëjë që të përdorin rreth 10-12 koka bërthamore. Pra kthimi i Iranit, në këtë rast Irani ndodhi çfarë ndodhi, mund të largohet nga ajo, nga marrëveshja, sepse tashmë ai thotë unë po zbatoj standardet, pavarësisht se janë disa objekte të cilat ata nuk kanë lejuar kontrollin e inspektorëve të agjencisë atomike, por kjo do duket nëse Shtetet Bashkuara do të pajishin Izraelin është një lloj bombe që unë e di që e ka dërguar në fakt, se pa dërguar para disa kohësh, që bën goditjet edhe në thellësi të mëdha në shtresa të ndryshme betoni, sepse mendohet që ata këto e kanë kapitalizuar diku në thellësi. Në 800 metra me sa pash nga mediat ndërkombëtare që ishin të vendosura programet bërthamore të Iranit. 800 metra në thellësi të
800 metra edhe në për minjerat, se minjerat shkojnë aq, domethënë mund të kesh që shkojnë zonë, por kaq ajo nuk është se këto prella do shkojnë 800 metra, por këto po goditen hyrjen, po goditen ato ngelen pastaj vështirësohet mbrojtja. Pra, është edhe frika edhe në opinionin botëror që gjithë kjo luftë nëse vazhdon mund të japë efekte kundërt. Pra, ai mund të ketë presunimin për të bërë fuqi bërtamore, gjë që do të ndryshojnë komplet rregullat e lojës pastaj në linjën e mesme. Ishte shumë kënaqësi që u kisha. Faleminderit profesor. Faleminderit. Ishim me ekspertin e sigurisë me zotin Xhavit Shala, intervista e plot si për të gjitha të tjerat keni mundësi ta ndiqni më njëherë pas pak tek faqja në YouTube e televizionit Klan. Vetëm një ndërprerje e shkurtër, rikthehemi pas pak dhe flasim për zhvillimet e kombëtarja shqiptare e futbollit. Çfarë po ndodh pas dy barazimeve që kanë vështirësuar së tepërmi ëndrrën tonë për botror? Mos u largoni nga Klan News.